Zotja Bazin, që ose do të bësh një koment? Po do vi, po se kam dëgjuar akoma, më thuaj. Atëre, kjo që ka ndodhur tregon që diku puna çalon. Çalon që në dogan që kur vjen, çalon që kur niset malli nga Brazili në këtë rast, qëndron të veprimet që ka bërë AKU-ja apo dhe inspektorët, por e rëndësishme është që të nxjerrim disa mësime që kjo të mos ndodhi më. Ajo që do thosha unë, qoftë se ato kompani deri më tashmë janë konsideruar të sigurta, ato që janë certifikuar nga Komiteti Evropian, besoj që sot e tutje nuk duhet të konsiderohen më të sigurta. Pse? Se ka një rast. Dhe gjithmonë logjika e veprimit me bazë risku këtu qëndron, që në rastin më të parë, që ajo besueshmëri nuk ekziston më, duhet që ai subjekt të kontrollohet në çdo rast. E dyta, inspektorët e AKU-s kanë një autoritet jashtëzakonisht të madh. Edhe nëse nuk ka një ligj që i detyron, s'ka asnjë ligj që t'i ndalojë që në çdo rast ata të vendosin bllokimin e një produkti deri në marrjen e përgjigjes së analizës. Sidomos në rastin e filetove të pulave, pasi nuk është një ushqim strategjik që nuk mund të jetohet pa to, pasi ka edhe eksportues të tjerë, importues të tjerë që i sjellin këto. Fakti që ata nuk kanë vendosur tikun që të ndalohet malli deri në përfundim të analizës mund të justifikojë veprimin e kompanisë që i ka shitur. Pretendimi i avokatit të kompanisë që mostra nuk është marrë sipas procedurave të caktuara dhe të garantuara, i jep të drejtë kompanisë para çdo gjykate që të fitojë dhe kjo çështje të mos diskutohet më pasi quhet një mostrë e komprometuar. Fakti tjetër që rezultati merret pas 10 ditësh është për të ardhur keq. Unë e njoh fare mirë ato procedura dhe besoj që Isuvi i kishte gjitha mundësitë që të paktën brenda 3 ditësh, nëse do arrinte te faza ku bëhet konfirmimi që quhet, kjo i jepte një të drejtë që të komunikosh bloko 6 ditësh kur ka bërë edhe konfirmimin, përsëri kjo i jep të drejtë kompanisë ta ndalojë përfundimisht. Tipizimi apo jo, çfarë tipi salmonele është, ka rëndësi, por jo për të bllokuar. Mjafton që të ketë salmonelë dhe ligji shqiptar thotë që duhet të ndalohet menjëherë. Një gjë tjetër që unë e quaj personalisht skandaloze është fakti që inspektorët mjaftohen me vënje gjobe. Jo, gjobë një biznesi i vihet nëse ka një problem me higjienën që mbrapa një prize ka një çik plur apo poshtë lavamanit është një lecke palar, atëherë vihet gjobë. Në qoftë se shikohet që ka produkte të cilat mund të dëmtojnë shëndetin e publikut, ky subjekt duhet të pezullohet menjëherë. Çdo aktivitet derisa të kontrollohet e gjithë sësia e mallit që ai ka. Prandaj do duhet që ndoshta ata inspektorë janë edhe viktimë pasi kanë përshtypjen se dhe sistemi në tërësi nuk funksionon. A janë të trajnuar siç duhet? A janë kontrolluar në veprimtarinë e tyre? Nëse dikush vete dhe merr një kampion jo sipas procedurave të caktuara, atëherë dhe rezultati final me të drejtë avokati mund të kërkojë që të thotë jo, është kontaminuar. Gjë e cila vërtetohet fare lehtë, pasi malli përsëri aty është, mund të merret të çohet në një laborator tjetër, qoftë edhe jashtë vendit apo kudo, që të vërtetohet nëse është i kontaminuar me salmonellë apo jo. Okej. Për sa i përket zotit Kikia që thotë publiku duhet mbrojtur, ky është parimi i çdo veprimi të institucioneve të varësisë, qoftë AKU-s, qoftë Isuvit dhe të Ministrisë Shëndetësisë, të Bujqësisë, që gjëja e parë që duhet bëhet, besoj se publiku duhet njoftohet. E di që është një çështje gjyqësore, në të cilën AKU-ja ka humbur, pasi një subjekt ka fituar një çështje se i ka thënë më ka prishur imazhin. Nuk ka imazh që duhet të ndalojë AKU-n, e cila ka si mision të vetë të garantojë sigurinë ushqimore. Në këtë rast, nuk e di cili gjykatës e ka dhënë atë vendim, por ai duhet patjetër nga gjykata e lartë apo nga autoritetet gjyqësore të çfuqizohet, pasi është absurd. AKU-ja del dhe flet me iniciale si në kohën e Enverit, kur flisin për spion apo për agent. Patjetër duhet flitet me emra. Patjetër duhet bëhet i qartë cili është produkti i cili mund të rrezikojë jetën e njerëzve. Okej, Abazi, faleminderit. Do rikthehem shumë shpejt, flasim për pesticide bashkë. Zoti Juka, donte kishe një pyetje ose një koment? Po, do të bëj një koment. Me çon në kronologjinë e ngjarjeve dhe në harkun e gjithë këtyre viteve,
ministrat ndryshëm kanë nxjerrë urdhra të ndryshme. Një ministër nxjerr urdhër dhe thotë nuk duhet merren analiza në pikë, që është absurde. Domethënë, merret analiza, pritet rezultati dhe atëherë konteneri hyn në Republikën e Shqipërisë. Sa kohë që ai nuk ka kalu tek piku, ai nuk është në Republikën e Shqipërisë. Është në zonë asnjanse e para. Një ministër tjetër nxjerr një urdhë e nxjerr jashtëloje komplet Isuvin dhe thotë prit se do bëhen në një laborator privat gjithë analizat. Shumë e çuditshme. Prit ta mbaroj. Jo, pyetje, nuk është rregulluar me ligj, po varet nga urdhëresat e ministrave kjo punë? Po, urdhra ministrash. Një tjetër e nxjerr atje, edhe në lidhje me mostrën, unë do kisha një sugjerim. Duhet korektësi e madhe dhe një nga kopjet e mostrës mbahet e konservuar, sepse AKU-ja ka laborator zyrtar, ka laborator reference si gjykata apelit, që është Isuvi, dhe pastaj është gjykata lartë. Dhe gjykata lartë është një laborator i akredituar që mund tjetë jashtë Shqipërie. Dhe ajo mostra tretë, kur nuk bin dakord institucioni shtetit me operatorin, shkojnë, marrin të mostrën dhe e qojnë të laboratori... Po besoj se i kanë të mostra, apo jo? Po pa tjetër. Zoti Jorgaj që sot e ke. Edhe kështu mbyllet, por që të mos merremi kot e pati faj njëri tjetër, konteneri nuk duhet hynë në Republikën, asnjëherë nuk ka hynë, sa kam qenë unë drejtues. Asnjëherë kur nuk ka hynë në Republikën e Shqipërisë pa dalë rezultatin, nëse dyshon. Okej, po në këtë moment që thonë ju, nuk është faj as i kompanisë, as i AKU-s, është i ligjvënësit, Urdhri i ministrit është një urdhër shumë absurd dhe shumë i çuditshëm. Nuk e komentojmë dot në këtë moment. Rumano, më duhet të të përshëndes. Çështjet e tjera e the tënden, çështjet e tjera do t'i trajtosh në gjykat, besoj. Falenderoj që ishe me mua në Open sot. Duhet shkojmë publicitet. Faleminderit. Publicitet dhe rikthehemi sërish, flasim për sigurinë ushqimore. Do të flasim për mandarinat me pesticide, u fol kaq shumë. Çfarë u bë me to? Ku vajten? Ku do shkojnë këto fileto me salmonel? Po ato akulloret që shkaktojnë probleme psikologjike, nervore, shumë probleme të tjera shëndetësore për shkak të një kimikati që kanë, çfarë ndodh me to? A sa të sigurt jemi? Sa të qetë mund të flem për çka konsumojmë gjatë ditës? Publicitet e rikthehemi.